Para pak minutash përfundoi seanca e parë e kësaj legislature të Kuvendit të Kosovës. Në seancën e cilën do duhej të bëjë konstituimi i Kuvendit të Kosovës, ajo përfundoi pasi partitë opozitare, të cilat ishin deri më tani LDK-ja dhe PDK-ja, po ashtu edhe AK-ja, nuk e votuan komisionin e përkohshëm për verifikimin e mandateve të deputetëve. Ndërkaq lëvizja vendosës së bashku me deputetët e nismës, pra me 3 deputetët e nismës, e votuan këtë komision. Në prononcime para gazetarëve, kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Memri Krasniqi, po ashtu edhe kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, thanë se e vetmja gjë që ata duan është dorëheqja e kabinetit qeveritar dhe me theks të veçantë të kryeministrit të deritanishëm Albin Kurti, pasi sipas tyre, dikush që aktualisht, sipas tyre, pra është kryeminist, nuk mund të jetë në të njëjtën kohë edhe deputet. Ata thanë se janë të gatshëm që posa të japet dorëheqja, janë të gatshëm të vinë dhe të votojnë Komisionin e Përkohshëm Parlamentar për verifikimin e mandateve të deputetit, pastaj të betohen. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Të japin dorëheqje prej pozitave që i kanë, të ulen në ulsat e Kuvendit si deputet të Republikës Kosovës, të bëjnë betimin si deputet të Republikës Kosovës dhe kështu nis formalisht konstituimi i Kuvendit të Kosovës. So për akuzat tjera, po i shini se janë pjesë e një mendësie të njëjtë polarizuese dhe du të them një gjë të thjeshtë. Ata që komunikojnë me mesazhe për bërjen e votave nga lista serbe për qeverinë ashme, më së paku du të flasim për përdënimet e tjera. Në qoftë se është dhënë letër dorëheqje dhe të njëjtët kanë vazhduar zyre dhe zyret i kanë këtu, atë çfarë vlerë ka kjo letër? Një njeri që jep dorëheqje nuk vazhdon punën si kryeministri i Kosovës. Që nuk japet dorëheqja në KSZ, dorëheqja japet në qeveri. Japet para qytetarëve, japet para Kuvendit, se shky Kuvendi ka zgjedhur herën e kaluar. Nuk është dorëheqja ajo zotni. Ju mundi më thonë çka dëni, po nuk është dorëheqje. S'mundet me mojt edhe pozitën e deputetit dhe pozitën e kryeministit, kushtetuta nuk ja lejon. Ne throsim sot, sa më herët zotin Kurti, le të jap dorëheqje ai edhe ministrat që janë zgjedhur deputet, le të vinë Kuvend. Ndërkaq Albulin Haxhiu, e cila ka edhe pozita të larta brenda subjektit politik, lëvizja vetëvendosje, hodhi akuza goxha të rënda në drejtim të subjekteve opozitare. Ajo tha se këto parti politike nuk e kanë dhënë asnjë fjalë të vetme gjatë kohës para certifikimit dhe pas certifikimit të listës serbe, e që reagimet e tyre ajo i lidhi edhe me rastin e Banjskës dhe tha se halli vetëm i këtyre partive është Albin Kurti, pra kreu i lëvizjes vetëvendosje. Pra, ajo çka e bën shqetësuese këtë situatë është që opozita, pra kjo opozit, asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe, as në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as në kohën kur diskutohej për certifikimin, gjithsesi regjistrimin e partive politike, por këta kanë hallë kryetarin e lëvizjes, këta kanë hallë Albin Kurtin, këta kanë hallë lëvizjen vetëvendosje. Pra, lutem ta përfundoj. Edhe një herë ta përsëris, pra nuk kanë këta hallë me listën serbe, nën kryetari i cili subjekt politik ka bërë sulm në territorin e Republikës Kosovës, me shrast është vrarë një polic i Republikës Kosovës, pra asnjë fjalë kundrejt tyre, asnjë vendim kundrejt tyre, por kanë hallë vetëvendosjen dhe kanë hallë Albin Kurtin. Grupi parlamentari i lëvizjes vetëvendosje ishte i gatshëm që të jetë i pranishëm pra me prezencë fizike në këtë seancë, po ashtu të votoj raportin e Komisionit për verifikimin e forumit të mandateve, të bëj betimin e deputetëve, pra të bëjmë secili prej nesh betimin ashtu siç e kërkon edhe kushtetuta e rregullore e punës të Kuvendit, dhe po ashtu të vazhdojmë procedurën. Opozita e refuzoi votimin e këtij raporti, ndonse gjithçka ishte në përputhje me kushtetutën, ndonse gjithçka ishte në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe